Drejtoria e të hyrave publike njësia rajonale në Tetov ka ftuar të gjithë ata që kanë të ardhur nga dhënia me qira të objekteve apo lokaleve të mbushin formularin. Sipas Gose Veselinovskit, zëdhënësi i drejtorisë për të hyra publike në Tetov, të ardhurat e realizuara në bazë të qiras dhënie tokës me qira, hapësirave banesore apo afariste, garazheve, hapësirave për pushim dhe rekreacion, pajisjeve, mjeteve transportuese dhe llojeve të tjera të pronës, u nënshtrohen tatimit me taks personale dhe qytetari ka për obligim t'i paraqes. Kjo, sqarojnë nga drejtoria, bët me rregullim të paraqitjes tatimore akontative për të ardhurat të realizuara nga prona dhe të drejtat pronësore. Veselinovski zëdhënës ta se në kuadër të planit për menaxhim me harmonizim me të cilin targetohet dhënia me qira e pronës së tunçme dhe të patundshme, në periudhën në vijim DAP do të zbatojë një sër aktivitetesh, para së gjithashtë të karakterit edukativ me qëllim të rritjes së vetëdijes dhe edukimit të obliguesve tatimor.